Aslı. Pranon të martohesh me mua. Unë nuk mund të besoj. Besoj që nga qasti i parë kur u takuam, e dija se do të hije në jetën time dhe do të mbetesh aty. Jam i lumtur që je në jetën time, me gjithë kokëforsin tënde, me të bërtiturat e tua, me të qeshurën tënde. Sa mirë që je. A do t'jesh gjithmonë me mua? Unë nuk e di se çfarë të them. Në fakt nuk je detyruar të përgjigjesh me njerë. E di që se prisi, e di që u habite. Por unë ka për të prit dhe do të pres me durim. Kur ja vendoset fashat Ozanit, gjendja e tij ishte shumë e mirë, apo jo? Po, profesor, asnjë nuk dyshuam se mund të kishte ndonjë problem. Le t'ja bëjmë analizat edhe një herë. Mund të ketë ndodhur ndonjë gabim. Të jemi të sigurt para se ta njoftojmë pacientin. Po përballemi me një gjendje vdekjeprurëse. Sigurisht, profesor. Nën. Shko pusho pak, sonde të rri unë zgjuar. Në rregull. Flije qetë në rregull. Kur të vesh kokën me jastëk, mos të rrjedhin më lotët. Mos shaj më fshehur azi. Mos të dridhet me zemra. Që tani e tutje nuk ka më trishtim. Nuk ka më vojtje. Ata që na vodhën jetën do ta pagojnë me jetën e tyre. Nuk do të jesh ti më ajo që qanë. Do të qaj zhylidja. Piri nënës, mos mendo për këto tani, të lutem. Ozani vodhi jetën time. A i meriton të vdiste prej kohësh. Unë do të jem engjëllë i ti i vdekjes. A i po jeton të një orët të ti të fundit. Por vdekja e ti do të jetë rilindja ime. Unë më para s'kujt nuk ja kam kapur dorën. Nuk e kam parë në sy. Ne tani... Ti e dashura ime. E dashura ime. Zotëruasja e zemrës ime. Ne nuk do ndohemi kur. Edhe hallet, edhe gëzimet, do të jetojmë gjithmonë bashkë.
Këtë dorë nuk do e lëshoj kur. Hedje, ju mungojnë shumë gjëra, por pa çajnik nuk shkon. Tani mund të bësh një çaj pas gjithë kësaj lodhje. Se u lodhe, motër, të faleminderit shumë. Ai, faleminderit, por ti edhe ashtu na ke sjell plot gjëra nga shtëpia jote. Aman, nuk janë asgjë ato. Do të sjell akoma më shumë gjëra. Njëherë sistemohu mirë dhe shihni çfarë ju mungon në shtëpi. Që nga bërë shumë e këndshme kjo shtëpi. Hedje, po të ishte për mua nuk do të lija të largoheshe për Zotin. Por e kuptoj që nuk mund të jetosh përgjithmonë në shtëpinë e dikujt tjetër. Gjithsesi shtëpinë e morët afër. Do të vi her pas here të pim çaj së bashku ne. Çfarë flet, motër, je gjithmonë e mirë pritur. Ai, motra ime dashur, mirësinë tënde nuk mund ta shpërblej as me çaj as me ushqim. Mirë, Hedje, mos ja fillo prap. Do të qajmë tani. Nuk do të mund të rrim të bëjmë dy fjalë pa qarë. Tregom, nuk ka ardhur ende Asla? Jo, ajo shkoi me Ozanin. Unë u dhash leje, por nuk e di si do të jetë kjo punë që dalin kaq shpesh. Vajse dhe sikur të mos i lije çfarë do të ndodhte. Në vend që të dilnin, do të rrinin këtu e do të shkruanin gjithë ditën me telefon çak çak çak. Trupi këtu, kurse mendja te djali do t'i ngelte. Edi, nuk e di se si do të mësohemi me këtë ne. Si do qoftë. Hajde, të vëndëm çajin e parë me çajnikun tonë të ri. Hajde ta çojmë në kuzhinë. Ishte një ditë shumë e bukur. Sikur të mos mbaron të kur, sikur të rje gjithmonë pranë meje. Dhe unë të shikoja gjithmonë nëse. Çfarë po bën? Ja, nëse na sheh nëna do të më vi shumë turp. A din që nuk do shihemi deri nesër, ndërsa mua më filloi malli që tani. Unë nuk do të kem fare mall për ty. E pse? Sepse do të jesh gjithmonë në mendjen time. Kur të shtrihem të flet, do të vish edhe në ëndrat e mia. Gjatë gjithë natës do ta shoh fytyrën tënde, nuk do të ndahemi kurrë. E po atëherë të bëjmë një marrëveshje. Fiks në orën 12 të dy të i mbyllim sytë. Do të takohemi në ëndër. E ndoshta atëherë do të marrë edhe përgjigjen e pyetjes që të bëra sot. Ozani ti solli? Nën, unë jam shumë e lumtur. Vajza ime e bukur. Qofsh e lumtur dhe buzëqeshja mos të largoft kur nga fytyra. Kisha shumë frikë se do të humbisja. Por shiko, tani jemi në shtëpinë tonë dhe jemi të lumtura. Do të na vinë edhe ditë më të bukura. Kam bërë kek dhe do të vendoj edhe çaj. Do të ham bashkë apo jo? Hajde vendosi lulet në vazo ti. Në rregull, do t'i vendos.
Natën e mirë, bukuroshe. Të dua shumë. Me sa duket Ozani do të vonohet. Telefonit nuk i përgjigjet dhe nuk më tha asgjë. Nuk e di pra. Ashtu teta Gjylide, po të mbajt edhe unë ty kështu, por më thuaj nëse ke ndonjë punë. Jo, e dashur, nuk kam asnjë punë. Më erdhi keq për ty që po pret kaq gjatë. Gjithsesi, do të vi së shpejti ai, në rregull? Ozan? Mirë se erdhe, zemra ime. Qenë ke shumë i lumtur, çfarë ndodhi? Ke për ta mësuar së shpejti. Mirë se erdhe, Berqin. Edhe ti mirë se erdhe. Unë ashtu, erdha për shënimet e mësimit. Por unë nuk kam mbajtur shënim. Po, si kur të mësojmë së bashku, a mundet të më shpjegosh të gjitha ti? Unë sonte do të flet pak më herë. Mirupafshim. Natën e mirë. O zot, nuk më besohet. Ai më do? Ej, Lyl, akoma nuk është gati kafja, vajs? Më thuaj ti, përse qesh kështu me vetveten ti? Nën, unë nuk munda të tregoja para babait, për Jazi, ai nuk më pas ka gënjur asnjëherë, nuk qenë nga i pasur, edhe ajo makina ishte pronarit të shtëpis. Vetë pronari më tregoi gjithçka. Mirë, i lumt, qenë ka djalin ndershëm. Po ti pse buzqesh si hirushja pranë xhakut? Trego mua. Jo, diçka tjetër po ndodh me ty. Hajde, fol. Jo, shpirt, çfarë do të ketë? Ej, Lyl, nënave nuk u fshihet asgjë. Tregom tani, vajz. Në rregull, por mos u zemro. Ej, Lyl, mos e zgjat, fol tani më. Nën. Unë dhe Jazi u bëm të dashur? Çfarë? Hej, Lyl, aman, kujdes! Prit, ashtu... Sa burri madh që je, more. Bëre gjithat lojnë me pronarin e shtëpis për Ejlylin. Po të mos e kishe bërë Ejlylin, nuk do ma falte kur. Fjalësh janë këto, shef. Ishte detyra ime. Por të jap fjalën. Ti do t'jesh patjetër dëshmitar në martesën time. Rov, shef, të qofsha fal. Në fakt prap nuk ja tregova të vërtetën. Por do t'ja them në kohën e duhur. Tani nuk është momenti, nuk ka nevojë për një krizë të dytë. Edhe ajo ditë do të vi. Më beso, edhe ajo ditë do të vi. Harroje. Vëlla, unë e dua shumë atë vajzë. Të betohem që e dua shumë atë vajzë. Mirë vëlla, u kuptuam. Vëlla, po të them që e dua. E dua shumë Ejlylin. Jam i lumtur për ty. Ejlyl, të dua shumë. Nën, a nuk do të thuash asgjë? Çfarë të them, Ejlyl? Jazi është djali mirë, duket. Por, me babain çfarë do të ndodh? Ai mendon se djali është i keq. Në të vërtetë Jazi nuk është i tillë. Babai duhet ta kuptoj këtë. Prit. Në rregull, pra, do të gjej një moment dhe do t'ja them me kujdes babait. Por dëgjoj mirë ti, mos i thuaj asgjë ti babait tënd. Si ndodhi kjo punë? Ndodhi pra, as unë nuk e kuptova. Ashtu, një mëngjes u zgjova dhe
Mendjen e kisha vetëm të Jazi. Kudo që shikoja e shihja atë. Sikur të kishte qenë gjithmonë në jetën time. Sikur koha pa të mos kishte ekzistuar fare. Ah, moja i lyll. Hajde, eja këtu ti. Vajza ime vogël që n'ka rritur dhe ja pas ka falur zemrën dikujt. Së shpejti do të fluturosh edhe nga foleja. Jo, nën, unë do të shkoj në universitet së pari. Eylül, Nuran, ku mbeti ajo kafja? Po e sjellim, Jashar, po e sjellim tani. Kush e di se çfarë kanë bërë bashkë ata? Kush? Kush tjetër? Ozani dhe Asla. Të thash që i pash. Tër ditën kanë qenë së bashku ata të dy. Asla e shfrytzoi rëmbimin e saj dhe e lidhi Ozanin pas vetes. Si e kanë anë, ashtu është edhe bia. Ju lumt ata e din mirë punën e tyre. Edhe te zhylidja rinin pa pik turpi. Ai, për pak se sa nuk u çmenda. Doja ti mbytja të dyja me një lyk ujë. Të pacipa. Përfituese. A prap, Sibel? Nuk u lodhe duke folur pas shpine për njerëzit edhe duke shpifur? Shpifje po thua? Unë e thash ata që kisha për të thënë Sibel. Nuk do të sillesh keq, as me Aslën, as me nënën e saj. Do t'i lësh të qeta. Madje për hatrin tim, përpiqu të sillesh mirë me ta. Të lutem. Të paralemrova. Qenë kam unë ajo që duhet të sille mirë. Do ta shohësh ti. Ku e kam telefonin? Aslı, hajde bia ime, mëngjesi është gati. Urdhroni, zonja Sibel. Zonja Hedje,
A mund të vini sot për pastrim nëse jeni e lirë? Apo të thras dikë tjetër? Në rregull, unë do të vi. Në rregull, u morëm vesh. Mirë më ngjesi në Naime. Mirë më ngjes zemra ime. Në shpirt? Dukesh sikur je e mërzitur, a ka ndodhur ndonjë gjë? Jo, me shpirt. Vajza ime është mirë, është pranë meje dhe është e lumtur. Pse të jem e mërzitur unë? Nana ime. Hajde tani, të ham pak mëngjes. Prit, Jashar, prit të ndihmoj unë ty. Nuk bëj dot as punën më të thjesht. Nuk vlej për asgjë. Çfarë burri që kam unë kështu? Në dreq me këtë dorë të gjumtuar. Çfarë fjalësh janë këto, Jashar? Mos e thënë Zoti. Ti e pranë meje, Jashari im. Dhe unë jam gruaja më e lumtur në botë. Kam një burrë si ti. Kam një vajzë të mrekullueshme si e Luli. Çfarë tjetër të kërkoj unë? Kjo dorë është djersa jote, mundi yt. Kjo është nderi jon, diniteti ynë, Jashar. Kjo dorë ka sill bukën në tresën ton. Kjo dorë e rriti vajzën ton. Kjo dorë vetëm puthet, Jashari. Mos fol më kështu. Dhe mos e ul kokën tënde. Nëse dikush duhet ta ul kokën, ai nuk je ti, Jashar. Është ai që e quan veten shef. Zoti le ta gjykoj siç e meriton ato. E drejta e tjetrit mund të vonoj, por nuk i falet askujt. Jashar, shërim të shpejt, na trembet betohem. Zotri Adnan, thanë se do të bëj një gjel për kundërdhimje, por ende nuk ka ardhur njeri. Do të vinë. Përveç saj, ti nuk ke gjë serioze. Je mirë, falë Zotit. Je ku tha se i shpëtova vdekjes për një fije. Mjekët flasin shumë. Ti nuk ke asgjë. Pas 2 ditësh do të ngrihesh në këmbë. Herën tjetër bëj më shumë kujdes, ose do të zgjihemi. Zotri Adnan, makina ishte me defekt. Ua thash drejtorëve, ua thash shefave, ua thash 50 herë. Thanë se nuk mund ta rregullonin, se kushtonte shtrenjtë. Dëgjoj, Jashar. Tani mos na fajso neve me justifikimin se makina ishte me defekt. Vete shkaktove, vete pësove. Tua paguaj dëm shpërblimin të gjithë atyre që tregojnë pa kujdesshëm. Ke të drejtë, Nuran. Ai njeri na e shkatroi jetën dhe vazhdon të sillet i lirë. Ende nuk e ka paguar çmimin, por do e paguaj. Patjetër do ta paguaj. Do ta merr dënimin e merituar. Ai gjyq do të përfundoj. Dhe ai vetë do të futet në burg. Që të një tutje nuk do të mund t'ja vjedh më askujt të drejtën dhe mundin.
Zotëri, Jashari nuk ka hequr dorë nga padia. Ku e gjen gjithë të guxim? Nuk shkon kështu më. Beqir, gjej disa njerëz, por jo të jenë tanët, të rinj. Zotëria Jashari nuk po riur tas pak. Me sa duket nuk do ta marrë vesh pa ngrënë një dajak të mirë. Le t'ja thyem hundët edhe gojen të mos kenë mëshirë. Hajde. Në rregull, zotëri. Ti ende se pas ke kuptuar me kë ke punë, zotëri Jashar. Aslo? Kushërish? Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Hajde një ulluni, kaloni këndej? Po, edhe këto janë një dhurat e vogël nga lokali ynë. Donim t'ju uronim që u zgjodhët qifti më i mirë. Faleminderit. Ju bëft mirë. Për zotin asu nuk e dia që Ozani ishte kaq pashije. Të betohem. Kjo vajzë do të më mbetet në dorë mua. Do të shmendem. Sa e shpifur? Mos të fol ashtu Bergjin, mua më duke shumë të ëmbël. Pyet me mua. Më dridhen në duar dhe këmbët. Shok, lënda e historisë të drejtës është anuluar. O zot bre. Kote erdhëm në shkollat e herë. Jo, përkundrazi. Hajde pra, do të çoj unë në një vend të bukur. Eja. Hajde pra. Mirë, hajde, ika edhe unë. Profesor, kanë ardhur rezultatet e analizave. Gjendja nuk është as pak e mirë. Dyshimi për helmim gjakut është i saktë. Kontaktojeni pacientin, s'ka as 24 orë kohë. Nëse nuk ndërhyet deri sonte, mund ta humbë edhe jetën. O, fëmi, çfarë po bëni? Mirë jemi, profesor. Ora në është anuluar dhe mendova që të dinim bashkë diku me Asla. Shumë mirë, argëtohuni. Ozan! Asla! Po vjen Bergjini. Tani do të doj që edhe ajo të vi me ne. Kurse si. Tani po ikim, profesor, se do të na zërë ajo. Nëse nuk doni t'ju vinë njeri pas, më mirë fikni telefonat. Po i fikim e njerë, profesor. Mirë pafshim. Fike telefonin, që mjekët të mos të gjejnë do të. Ufja! Prit! Prit! Ej, Lyl, dëgjom mirë. Më erdhi një ide mua për ta pajtuar Jazën me baban tënd. Ha, po sikur ti takonim rastësisht ne ato? Ha? Unë do të bëj sikur e shoh Jazën për herë të parë.
Sot do ta çoj unë babain tënd në pazar, te ai dyqani ku shkojmë gjithmonë. Do të blej ca rroba aty, po. Jazë le të vi aty dhe le të takohen rastësisht. Baba yt në mes të njerëzve nuk mund të thot ndonjë gjë. Pastaj Zoti e bën bar. Nëse unë jam razije, do ta prish atë takim. Mirë, bia ime. Hajde. Urdhroni, zotri doktor. Si jeni? Zonja Zhylide, nuk arrita ta kontaktoj zotin Ozan. Djali juaj duhet vi sa më parë. Përse? Ka dalë ndonjë problem? Fatkeqësisht po, zonja Zhylide, tani jemi në garë me kohën. Nëse nuk arrim ta gjejmë sa më shpejt djalin tuaj, jeta e tij do të jetë në rrezik. Prap nuk do të më thuash se ku po shkojmë? Jo, Mirë. Në fund të fundit unë me ty vi ku do qoftë. A mund të ecësh më shpejt? Nuk duhet ta humbi makinën. Shpejtoj edhe pak. Po kthyen majtas ata. Prit, po shkojnë nga rruga me pemë, shpejto. Jaz? Edhe ti qenë ke këto? Përshëndetje Ylul, sa rastësi e bukur. Pra, Mirdita, Çfarë kërkon ti këtu? Jo, telefonin e ka të fikur dhe nuk mund ta kontaktoj. Mua më duhet ta gjej Ozanin Mymtas, duhet ta gjej sa më shpejt atë. Po thonë se jeta e tij është në rrezik. Duhet të shkoj menjëherë në spital, Mymtas. Zhide, qesohu shpirt, në rregull. Do t'i pyesim shokët e tij, me siguri janë në shkollë, mos u brengosti. Hajde. Zonja Zhylide mos u shqetëso, sapo ta gjejmë Ozanin do ta njoftojmë. Mirë dashur, hajde shihemi. Profesor, po e kërkoni Ozanin? Unë e pash atë me Aslën duke dal nga shkolla. Ku janë ata tani? A e di se ku shkuan? Fatkeqësisht jo, profesor, nuk than asgjë. Mymtas, eja të shkojmë në shtëpi. Zhylidja do të bëj panik. A të ta them një sekret në ty?
Mund të jetoj këtu deri në fund të jetës time. Për sa jam prandaj nuk ka problem. Mallkuar qoftë. Jashar, pse sillesh kështu për hir të Zotit? Ka e ditë djali se ne ishim këtu? Mos nxito ta mbrosh djalin. Jashar, shiko, ai djalë duket shumë i mirë. Për më tepër, po të ishte i keq, përse do të mundoj që vajza jote të vazhdonte shkollën? U përpoq aq shumë që ajo të regjistrohej në kurs, i bëri gjithë ato përpjekje. Shiko, studion për drejtësi ai, duke qartë që është një djalë i zgjuar dhe këmbgulës. Çfarë tha Korai për këtë djalë? A nuk tha se është mafios? Aman! Lëre tani çfarë tha Korai. Ky djalë ka dashur të mirën e vajzës son. Hajde t'i japim një mundësine. Të shkojmë të pim një çaj, pra të njihemi, të bisedojmë pak ç'të keqe Po ka. të them jo, do të ankohesh gjithë ditën. Mirë, atëherë le ta njohim. Hajde pra. Të shkojmë tek ne, të pim një çaj. Sa ta ke mund djalin tim si Luan? Po ja lashe lulin këti fytyrë të shëmtuari, mos më thënë që razia. Fatkeqësisht e dashur, prapu detyrova ta marr të njëjtën grua. Nuk më pëlqente, por është e vështirë të gjesh pastruese, prandaj e thirrëm. Ngadalë. Dëgjo, puno siç duhet se për Zotin do të heq nga pagesa jote. Fshi mirë. Dera. Mirë, po e mbyll. A. Zhylide? A. Çfarë ndodhi? Pse je në këtë gjendje? Sibel, Ozani, Çfarë? djali im. A është e vërtet e gjitha kjo, Ozan? E vërtet është Asla. Dhe është një e vërtet që askush nuk mund ta ndryshojë. Zonjë, nëse doni të vini, jeni tani. S'do të pres dot më, duhet ta kthej makinën. Mos u nxeh, po vi. Të paktën një punë të më ecë mbar, se do t'i thyej dhëmbën nga inati. Hajde, më trego mua një sekret që nuk e di askush tjetër. Ja, hajde, por mos më gënje, ama. Më premtove? Çfarë u bë? Nuk të shëruar plaga? Se që ishe mirë, Ozan. Jo, mirë jam, mos e vrit më njerë. Jo, nuk je. Më trego plagën, dua ta shoh. Asla, mirë jam. Të lutem, po them. Dua ta shoh plagën tënde me sytë e mi. Është nxirë tëra. O, zan të jam mos e të shmendur, a bën kështu? Hajde po shkojmë. Mos bëj panik, çfarë spitali? Ulu tani. Hajde. Moj ulu pra. Po të ndihesha keq do të ta thosha. Kjo mavijosja është normale. Madje kam me vete një ilaç që nuk gjendet në asnjë spital. Çfarë ilaçi? Ti? Ti je ilaçi për çdo hall timin, Asla. Ja, pra ky është sekretim.
Ilaçi im je vetëm ti. Dhe ende nuk e di askush. Baba, hajde të mos ftohesh. Na trego tani, kush je, çfarë je, me çfarë merren prindrit e tu? Ashtu, jam nga Adanaja. Studioj në fakultetin e drejtësisë, në të njëjtën shkollë ku punon ai Lyli. Këtë e di mirë. Zoti ta ndërqoftë mendjen. Po babai yt me çfarë merret? Kështu, babai merret me tekstil. A ka dyqan? Jo, nuk kemi dyqane. Ha, me siguri ka ndonjë tezgë në pazar. A? Po, tezga kanë. Kështu, punon në pazar. Jep uj. Ai, çfarë po bën ashtu? A pihet kështu? U dogja. Merë. Faleminderit. A janë gati njerëzit? Janë gati, shef. Mjafton një urdhër dhe dy ja thyn hundët dhe buzët të Jasharit. Jo, tani s'bën. Le ta zën kur t'jet vetëm. Jo, edhe Hasle ka të fikur telefonin. As Berqini nuk po përgjigjet. O Zot, ma mbro djalin ti. Të lutem ma mbro djalin. Sibel, duhet ta gjej djalin tim. Duhet ta gjej, Sibel. Do ta gjejmë, Zhylide. Shiko ta rëkumet të tjerët janë rrugës. Ah, Zhylide, ah. A nuk të thash kotun ty? Ti kushton të kujdes njerëzve me të cilët çoqërohet ai. Shiko, djali prapë është në rrezik. A e pa, zonja Hedie? Vajza juaj edhe një herë është afër ti, dhe Ozani është përsëri në rrezik. Në rregull, shpirt, qetëso. Pse dëshiron të bëhesh avokat? Njeriu e duron atë që i bëhet vetë. Por kur shet dikë të pafuqishëm përballë, ai njeri është i pafajshëm. Kjo është një ndjenjë shumë e rëndë. Dua të jem shpresë për të pafuqishmit. Dua të jem në krah të atyre që është bërë padrejtësi. Prandaj dua të bëhem avokat. Nuran! Nuran! Zemra ime! Mirë se erdhët, Razia. Mirë se ju gjetëm! Vëlla Jashar si je? Ka ko pa u parë, ma jep dorën të apër. Rov shbir, eja ullu. E lyll, sile një garrige. A nuk është ky djali që e shpëtoi Nuranin në fshat? Djali pas ka qenë në fshat, zonja Razia? Po. Po unë e thash pa dashje. Zoti Jashar, po ndoshta unë jam gabuar, nuk e di. Ti ka 2 orë që po tallesh me mua, Nuran? Ashtu? Ti the se nuk e njeh këtë djalë.
Ne çfarë biseduam të dy? A nuk të thash unë ty se nuk dua të shoh rreth vajzës sime e ti? Duke shkelur fjalën time, pas ke shkuar pas vajzës sime në fshat. Largohu prej syve të mi. Mos të shoh më. Xhaxha Jashar, Bini nënës, ku je, Ozan? Ozan. Ma gjeni djalin mua. Teta Julide. Unë e di se ku është Ozani. Betohem. Sa me fat që jemi. Pse? Dëshira jonë do të plotësohet pra? Aslı, nëse një ditë humbasim njëri tjetrin, nëse vera na bëhet dimër, nëse dielli nuk do të lindë më, por edhe nëse bota do të shembe të gjitha, nëse një ditë humbasim njëri tjetrin, do të thosë se kemi humbur mendje. Atëherë unë do të pres pikërisht në këtë pemë. Dhe si kur e gjithë bota të jetë kundër nesh, unë do të pres gjithmonë këtu. Ozan. Sa shpejt po na ikën koha. Dhe dim për çfarë më vjen më shumë keq? Për kohën që nuk arritëm asnjëherë të kalonim bashkë pasi u njohëm. Ndoshta po të mos kishe qenë kaq kokëfort. Atëherë tani nuk do kishim humbur kaq shumë kohë. A mos ishte vallë për shkak të inatit tënd? Aslo unë nuk dua që të humbas më kohë. Dua të ha në të njëjtën tryezë me ty. Dhe dua të zgjon në të njëjtën mëngjes me ty. Po familjet tona që të thonë atëherë. Po shkolla ku mbetet. Asgjë nuk do ndryshoj. Do të vazhdojmë të shkojmë e të kthehemi bashkë. Dhe me kalimin e kohës edhe ata do ta pranojnë këtë gjë. E i Nuran, zemra ime, pa dashje e tregova sekretin. I sikur ta mbaja mbyllur këtë gojën time. Bëre mirë, zonja Razie. Falë teje dole në dritë të vërtetat. Jashar, ku po shkon? Atje ku nuk do të dëgjoj gënjeshtrat e tua.
Vëlla gjithçka u shkatrua. Çfarë të bëj tani? Për zotin shef, aso nuk e di. U zemrua shumë. Nuk është puna që u zemrua. E lëndova. E shgënjeva tërësisht. Kush e di çfarë i ka thënë e Lylit? Shef, lere fare. Makina është aty. Hajde të flasim në makinë. Jo, vëlla. Nuk duroj dot. Nuk mund të jetoj kështu. Duhet t'i tregoj Xhaxha Jasharit gjithçka. Aga. Shef. A nuk ke për të thënë ndonjë gjë? Unë kam shumë frikë, Ozan. Edhe atë shumë. Më duket sikur nuk do ta përballoj dot gjithë këtë lumturi. Sikur në fund do të ndodhë diçka e keqe. Më pyet edhe një herë. Urdhëro? Më pyet përsëri. Bëm edhe një herë propozimin për martesë. Asla. E dashura ime. A do të martohesh me mua? Po. Me gjithë zemrën time, po. Faleminderit Zotit. Ti je princesha ime. Do të bëj të lumtur deri në fund të jetës. Hajde ja. Edhe ne të lidhim një dëshirë, që të jemi të lumtur gjithë jetën. O Zot, na ndihmo. Të lutem na ndihmo të çojmë djalin tim sa më shpejt në spital. Zhylidia duhet të lutet ditë e natë për Berqinin. Falsaj do ta gjejmë Ozanin. Mundohem të mos flas, por gjithçka më është e qartë. Sa herë që Ozani është pranë Aslit, nuk i ndalen të lashe djalit. E sa ta herë u bë kjo? Sibel, nuk është momenti tani. Në fund e keqja do lamun tani, nuk po e kuptoj më asgjë. Lakush! Kush jeni ju, çfarë doni? Përshëndetje nga Zoti Adnan. Do të heqësh dorën nga padia, e kuptove? Nuk do të heq dorë. Do të heqësh dorë. Xhaxha Jashar? Do të heqësh Edhe dorë. të poshtër. Xhaxha Jashar, a je mirë? Hajde Xhaxha Jashar. A je mirë? Jam kaq shumë e lumtur. Sigur të mbeteshim gjithmonë kështu. Sigur të isha gjithmonë pranë teje. E ti të më përqafoje kështu për gjithmonë. Të dua shumë të dish. Dhe këtë gjë
Nuk mund ta ndryshoj askush dhe asgjë. Do të dua deri në frymën time të fundit. Edhe unë. Ozan! 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 Habirinat Ozan! Ozan! Ozan habirinat! Ozan! Ozan! Birim! Ozan! Bëni diçka, Ozan! Birin hënës! Ozan! Ozan, inanës! Ozan!